Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Feti. Unë jam Eleni, bashkë Kemi Feti dhe Zylfo. Atëherë, në këtë video do bëjmë një recap sepse atëherë unë edhe mami kemi kaluar 5 ditë në Shqipëri, në Tiranë, ndërsa Eleni, babi dhe Beatrice kanë nitë në shtëpi. Atëherë, fillojmë. Si e keni kaluar ju këtu në shtëpi pa mua edhe pa mamin? Atëherë, e kemi kaluar shumë mirë. Na keni mungu sigurisht, por kemi nitë mirë. Çfarë keni bërë në këto ditë? Përveç shkollën? Këto ditë unë s'kam bërë shumë. Kam shkuar në shkollë, kam bërë ligjura, kam studiu. Ma shumë kam shikuar disa serie në Netflix, sepse më pëlqen shumë. Eleni e adhuron. Po. Edhe asgjë kemi nitë pak bashkë. Ndërsa kam rrugullar pak shtëpinë. Në Shqipëri, unë dhe mami kemi kaluar 5 ditë, por arsyeja pse kemi shkuar aty është sepse unë kam pas shumë dëshirë me bërë një kursë për Shqipik Extension, ju kam pas thonë në TikTok, po nuk më ndjekni, keni linkun poshtë tek infoboxi edhe shkoni më bëni follow. Kemi shkuar, kam zgjedh një studio që tani do ju lej shkruaj këtu edhe profilin e Instagramit. Kjo vajza thirret Enada, edhe salloni vet thirret Enada's Room, edhe me vërtet kam ndjerë shumë për shumë mirë. Atëherë unë kam 2 teza që bëjnë Shqipik Extension, një është këtu afër mua, ndërsa tjetra jeton në plazh e dini. Kam pyetur të dyja tezet, ka fol mami me tezet, edhe tezet i kanë këshilluar Enadën, sepse edhe tezet janë ka shkuar aty për brow lamination, edhe u kanë dhënë me vërtet shumë mirë, edhe ma ka këshilluar mua, edhe prandaj unë kam zgjedhur Enadën. Besoj që do flas më shumë unë se Eleni në këtë video, sepse kam bërë çdo gjë, unë Eleni s'di çfarë kam bërë në këto ditë, ose më mirë, e din, por s'di çfarë kam bërë nga mëngjesi deri në darkë. Kemi filluar, videon e kam filluar në orën 5:30 mëngjesit më duket, sepse avionin e kishim në orën 8:05 minuta më duket, po. U kemi nisë të dielen, kemi arritur tek aeroporti, kam përshëndet babin dhe unë dhe mami. Edhe më pas Eleni po flente me Beatrice në shtëpi. Edhe më pas arritëm tek avioni, tek aeroporti, kemi bërë krejt kontrollat, krejt gjërat. Kemi takuar edhe Florin? Kemi takuar këtu që do shkojmë në Tiranë bashkë. Për Dubai, s'di, sa rove? Direkt për Dubai, direkt për Dubai. Tamam. Tani, hajti me ne që do ju marrim me vete në këtë aventurë, sepse ka shkuar mami me bërë kursin e thëjve para disa vitesh, shumë vitesh, dhe tani është radha ime. U rrit goca mamit. U kemi nisë, kemi arritur tek aeroporti në Tiranë, në Rinas. Aty kemi pritë kushëririn tim, Andri, edhe kushëririn e Eleni sigurisht. Pastaj, ditën e diel nuk e kam filmuar shumë, sepse kemi kaluar krejt ditën me familjarët tonë. Tani po ju tregoj një foto, kjo është me tezën e mamit, pastaj tezën e mamit edhe mami. Unë nuk i takosh personalisht me vërtet nga shumë kohë, edhe s'kemi filmuar shumë. Pastaj sa rita në makinë, se do hiqshim tek apartamenti, nuk u niste aparati. Edhe aty thash, çfarë ndodhi? Atëherë nga ty arritëm tek apartamenti, e kishim marrë në Don Bosco sepse Enada salloni Enadës ndodhet aty në Don Bosco. Tani do ju lej disa klipe. Atëherë guys, është ora 5:30, edhe kemi arritur nga ora 10:30, por nuk ju kemi filmuar sepse aparati im nuk punon më, do me thonë nuk ka fik krejt fare, nuk nizet më. Tani do të shkojmë të gjejmë një dishan këtu afër edhe të pyesim çfarë problemi ka. Po përveç këtë gjë, nuk ju kemi filmuar sepse kemi shkuar tek familjarët e mamit, do me thonë nga vena mamit, që i kemi takuar, kemi një krejt ditën aty, dhe kushëri i mamit, do me thonë edhe kushërinë, ka sjell këtu tek apartamenti që është në zona Don Bosco. Nuk di po ja kam treguar outfitin tim. Në TikTok jo e kam treguar.
Por këtu në YouTube nuk besoj, ku mu pe komplet Total Zara, edhe një t-shirt e bezi nga Stradivarius, erdhi edhe mami. Atëherë tani po bëjmë një xhiro sepse ora është ora 5:40 minuta më duket, 48 minuta. Edhe të bëjmë një xhiro sepse po jemi shumë të lodhura, por nuk më flejmë gjumë në këtë orë. Atëherë arritëm tek hoteli edhe ona po kre flot kam larë, por kemi harruar kryerin tek shtëpia edhe kemi blet këtë, se ishte I vetmi që kishte. Atëherë flokët I thava edhe me thonë vërtetën s'kam bërë shumë vështirësi, I kam bërë me vërtet shumë easy. Tani do laj pak fytyrën, do me thonë këj produktet I kemi lënë tek shtëpia sepse nuk na I bërë me kalu tek kontrollat në aeroport edhe si kemi marrë sepse pastaj ne I shesin. Edhe do I vendos vetëm një maskë, edhe mami ja ka vendosë. Me kanë dalë krejt këto. Edhe kjo ka qenë dita e diel, do me thonë dita e parë first day në Tiranë. Tani do kaloj me ditën e dytë se ka qenë ditën e hënë, edhe kam filluar kursin shko, po, u duke me vërtet super shko. Shikoni këtu, pastaj isha të filmuar vetëm time me mamin. Pastaj kemi shkuar me bërëngjesin, unë edhe mamin. Unë kisha marrë një tost se ishte me vërtet super e mirë. Unë ishe në shkollë. Eleni në shkollë në ndërkohë, sepse këtu ora ishte 8:49 minuta. Edhe pastaj kam filluar kursin. Te kursi nuk ju kam filmuar sepse ditën e parë kemi bërë teori, kam shkruajt shumë për shumë gjëra. Tu kam disa foto e kursit. Na kam mësuar edhe një teknikë për të shikuar çfarë modeli rri më mirë tek syri e klientes. Edhe pastaj kam bërë disa klipe. Hi guys, sa mbarova ditën e parë e kursit. Këtu kam krejtë fleta që kam shkrujtë, që kam në ngjyrar edhe po shkrusha. Kisha pak frikë se nuk do të kuptosha disa fjalë, disa nuk e di. Por me thonë vërtetën, super easy. Më pëlqen si gjë. Është pak e vështirë, do ja marr dorën avash, por është, nuk e di, por më pëlqen me vërtet shumë. Edhe vajza që po më bën kursin është super e mirë. Tani po takoj mami, sepse mami ishte te Kate. Dhe asgjë, do takoj mamin edhe besoj që do shkojmë të bëjmë një gjyrë në qendër. Dhe më pas të hajme. Edhe një gjë tjetër, besoj, po jam e sigurt që kjo është my first time që unë po dal gjiro vetëm në Tiranë, në qendër në Tiranë. Okej, atëherë mbas ative klipeve ka ndodhur një gjë që tani do ju tregoj. Që thash tek ato klipet se qikulte, nuk ju kisha filmuar krejt ditën edhe ju kisha filmuar vetëm në mëngjes mbas kursit edhe në darkë, sepse më kisha ndodhur një gjë pas kursit, do me thonë tek ai klipi fundit ku ju më thash se ishte my first time që unë po bësha gjirë në Tiranë vetëm për 5 minuta me ka ndodhur çdo gjë. Këtë histori e kam thonë edhe aty në TikTok çfarë me ka ndodhur në këtë zonje. Por tani për krejt ju që nuk kanë shikuar Get Ready With Me aty në TikTok do ju përsëris edhe këtu në YouTube. Atëherë pas kursit unë kisha këto fletat në dorë që po bësha kështu sepse kisha shumë mbapë. Si që shkute edhe të klipet se po bësha kështu. Aty ku është në universiteti, të ka jo rrugica ku është klinika Kate, pastaj Lebon, krejt ato fast food, edhe I universiteti. Para ka disa bidona për mbiturinat, edhe një rrugicë. Okej, unë sa kalova rrugën tek ona ku ishte universiteti. Sa kalova rrugën, unë kisha mbaruar videon, kisha vej telefonin tek çanta, po kalosha për rrugën time, edhe kjo zonja që unë për me thonë vërtetën, s'kisha pa fare, kjo zonja më thotë, të mungon edhe një fletë dhe do të mbarosh kursin me sukses. Edhe ai çuni që tekë shumë fiksim, ai u ka penuar me vërtet shumë që të kalon, të ka shumë fiksim, të ka marak.
do të marrin telefon në këtë fundjavë edhe ti nuk do të prisësh dot. Atëherë unë i thash, u ktheu e thash, po ti me mua po flet, po kuptoj. Kjo më tha, po me ty, hajde ulu. Unë aty ula, por me thënë vërtetën, unë nuk më ka ndodhur asnjëherë mull aty me një zonjë kështu, që do me thënë, për meje, për mendimin tim ajo, në momentin që nuk kam kthe, ti i thonë me mua e ke, kjo më kishte bërë diçka, sepse su kam ullur asnjëherë me një zonjë kështu, edhe si kam disa motive njerëzit. Për krejt ju që keni kaluar edhe me keni shikuar aty me ta zonje, nuk jam e shmendme, nuk jam psikopate, jam super mirë. Harroni ato që keni pa, juve nuk e keni shikuar asnjëherë aty ullë me ato zonje, ta bëjmë kështu, sepse më vërtet kam bërë me vërtet një figurë super e keqe. Nejse, atëre, unë ula, kjo filloi të më thonë që mami kam Flori, pastaj më tha, ma ka përsëri këtë gjë e qunit, pastaj edhe e kursit, pastaj më tha, ke motra? Unë i thash, jo, s'kam motra. Jo, ti ke vlla. Unë i thash, s'kam vlla? Kjo, jo, ti ke 2 vlla. Unë i thash, jo, s'kam 2 vlla. Në atë moment isha vetëm për 5 minuta, sepse do t'u takosha me mamin. Atë që kjo më tha, tani me takonja dhurat, unë i thash, për zotin s'kam gjë, një hapa i çantën, i tregove se s'kisha me vërtet asgjë. Edhe kjo më tha, okej, nejse, tani përmend këto fjalë me mua. Edhe kjo nga çanta kishte një pejë të kuq, edhe filloi me lidh. Më kishte bërë 3 muaj, një për shëndetje, një për veçunin edhe një për rrjetet sociale. Më kapi dorën, do me thonë kështu, ma vejti këto pejën në kuq tek dora, edhe mbylli dorën, edhe më tha, djegët e shtëpia. Unë e thash, okej. Tani unë po i thosha, do t'ik sepse kam punë, po më prit mami, është mami aty. Nuk më lente fare. Në ndërkohë kalun 3 vajza, faleminderit, ju falenderoj akoma shumë, me vërtet shumë, po shikoni, po jeni të shikuar këtë video, komentoni që kur do rikthehemi në shtëpi do takohemi. Vërtet faleminderit akoma. Erdhën tek mua me përshëndeten, për shefune dhe tek veshin thanë, Stacey, hajde me ne, se kjo nuk është një zonje mirë, hajde me ne. Atëherë unë kësaj si thash, do hik, mirë pafshim, hika këto vajza, 3 vajza ishin, edhe më thanë, va bene, se ato kanë hik sepse kishin punët e vetë, unë përprisja mamin, mami erdhi, unë isha tu shajt, më vërtet isha shumë keqe. U informuam, mbas pak shkuam të kjo zonje që dinte këto gjëra, dinte për këto gjëra, edhe ma heshi për magjin, sepse u kuptu ajo më kishte bërë magji, edhe jo një magji, no, bëjmë shesh tani, por në atë moment për zotin, unë isha shmendur, isha në vërtet shumë keqe, dhe po do ju kisha shpjegu, do ju kisha thënë këtë histori kur me ka ndodhë në atë moment, ju betonin do t'ju kishit të ndjerë aq keqe si isha unë në atë momente. Okej. Vazhdojmë me ditët e mia në Tiranë. Dita e dytë mbaroi, kalojmë tek dita e tretë, do me thonë dita e martë. Dita e martë, gjithmonë në mëngjes shkoshim të kursi nga ora 9 deri në orën 13, edhe tek dita e dytë do të kishim praktikën tek kuklla. Edhe tani të ju lej disa klipa. Po shkoj te kursi edhe prap vetëm janë, por shpresojmë që nuk të ndodhi asnjë gjë, ose më mirë shpresojmë që sot të kam zgjuar pak më të mençme dhe jo budalle si dje për nesër. Kur arrita te kursi, hyna tek salloni, edhe shikoni sa bukur kishte rrugëre në ata gjërat, kishte vetë ndosë krejt kukullat, krejt qepik, krejt peq për sytë, edhe e kisha bërë kështu, nuk di po duket, po daj duket, ndërsa tjerat ishin kështu, shikohet pak, edhe foton po ja tregoj më mirë nga afër. Edhe pastaj kemi shkuar me hor dreken. Shikoni, atëre po do ishte Eleni, do e dhuronte pilafin, super e mirë, pastaj kemi marrë edhe tallbeu. Shikoj sa bukur.
pilaf me qofte. Jo, më nga më rëtesh shumë. Pastaj, par dite kemi bërë vetëm disa gjiro në Tiranë, gjithmonë tek rruga Durrësit, tek dyqanet tona e zemrës. Jo, nuk kemi bërë darkë, por kemi horë Dubai Chocolate. Okej, shikoni. Kalojmë tek dita e 4, do me thonë dita e mërkur. Do ju lej një klipë. Mirëmëngjesi, atëherë kjo është dita e 3. Dita e të kursit, edhe sot do bëjmë praktik në model, do me thonë tek njeriu e vërtet edhe jo të kukla. Edhe Nesër e kam radhën unë. jo sot, sepse sot ka një takim të Kate, pastaj një videon e tek video tjetër do ju tregojmë çdo gjë. Do të bëj diçka të mrekullueshme tek Kate. Mbas atij klipit s'kam filmuar më sepse mbas e mbarova aty tek kursi, kemi shkuar tek Levon për drekë, edhe pastaj na ka ardhur me marr kushëriri jon, do me thonë kushëriri i mamit Andri, por është edhe kushëriri im. Me makinë që kemi shkuar në Durrës. Në këtë ditë kanë harë? Kemi harë. Po, vetëm në harë. Mbas darkës kemi dalë në Durrës. Asgjë, kjo ishte dita 4, do me thonë edhe dita e 3 të kursit. Pastaj kalojmë tek dita e 5, sepse atëherë kemi zgjuar në mëngjes nga Durrësi, sepse pastaj kemi flet aty tek daja mamit. U kemi zgjuar nga Durrësi në orën 7 të mëngjesit, u kemi nisur në orën 8 ishim në Tiranë, sepse gjatë në orën 7:30 të mëngjesit kishte trafik. Ditën para kisha bërë një vajzë, derisa ditën e 4 e kursit kam bërë mami. Tani do ju lej edhe këtu një video që të shikoni punën që si e kam bërë. Pas që mbarova mami kemi shkuar për drek, edhe s'kam bërë video, po kjo ishte dreka jonë. Kemi shkuar te Kate, kemi xhiruar gjithmonë në Tiranë. Dita e 5 e kursit, do me thonë dita e 6 në Tiranë, kemi pas një kurs bonus, ishte brow lamination edhe lash lifting, edhe na ka dhënë pastaj edhe certifikaten. Kush është tani? Stacy Zyfo. Faleminderit ty bukurosha, sa më mbar, edhe dua vetëm të të shoh lart më lart. Shumë faleminderit. Sa mirë. Edhe jam shumë proud of me, do me thonë, kur kam hikë para se të nisha për nisja për Shqipëri, kisha pak frikë se nuk do të më pëlqente shumë, kisha frikë që do e bësha pa shefë. Më fund jam shumë e lumtur për, do me thonë, për shërbimin që kam mësuar edhe që do i bëj vajzave. Tani jam shumë e lumtur për votën time. Tani, me si ku përshet të më vi aji krevati edhe krejt produktet që kam porositur në Shqipëri, i kam porositur. Me si ku përshet sepse dua t'i bëj Elenit lash lifting edhe brow lamination. Kjo video mbaroj, të shkojmë tek video radhës ku do ju flasim për krejt gjërat e Kate. Edhe atë gjë, neve ju puthi. Bëni një follow, aktivoni zilen. Në Instagram na bëni follow mua edhe Lenin, edhe asgjë. Neve ju duam shumë. Jo, prit, tani mua edhe Lenin, por edhe tek faqja ime i shëtitse. Sepse e kam hapur, do ju lej linkun poshtë tek inboxi. Neve ju duam shumë, love you so much and bye bye. Bye.